Publikimi I versionit të plot të gjykimit në fakt e qartësoj edhe një herë atë që vetë se ka qenë e ditur, pra në njërën anë, në kuptimin strikt nuk është se ndonjë prej palëve ka të drejtë vetoje të bllokimit pra të procedurës, dhe në këtë drejtim gjykata unë besoj ka shkuar një hap tutje dhe me atë paragrafin e famshëm 148 ka përcaktuar që në rast se cila do palë me të drejtë propozimi e shfrytëzon si mekanizëm bllokues pra propozimin, e njëjta edhe mund të anashkalohet rrjedhimisht kuvendit të konsiderohet I konstituar. Por nëse shihet le të themi për nga funksionimi I kuvendit, për faktin që gjykata ka përcaktuar që sidomos në kryetarët nga rrodhat e komuniteteve janë obligim kushtetues, kjo nuk kupton që subjektet politike që përfaqësojnë komunitetin serb e kanë një veto që unë do ta quaja relative, në kuptimin që në një situatë ku hipotetikisht një subjekt politik serb do t'i fitonte 10 nga 10 ulëset për komunitetin serb, atëherë deputetët e komunitetit shqiptar, pra shumica e deputetëve në mesin e 100 deputetëve, do duhej me do e mos të votonin ndonjë prej tyre të propozuar nga ta, ose kuvendit do të dështonte që të konstituohej. Derisa në rastin aktual, me qenë se kemi edhe një deputet tjetër nga komuniteti serb I cili nuk është pjesë e listës serbe, kjo e lejon në mënyrë implicite mundësinë që të vazhdohet me një kandidat tjetër jashtë atyre të listës serbe, ndonse në kuptim të legitimitetit përkundër retorikës politike që kemi në Kosovë, unë besoj që për faktin që ata janë certifikuar si deputet, nuk ka asnjë arsye ligjore që pastaj të pamundsohet që të jenë nënkryetar të kuvendit, sepse në fund të ditës Kryesia e kuvendit është trup administrative, që nëse shihet për nga niveli I kompetencave, ka minimalisht të tilla, e madje edhe mund të anashkalohet nga vetë kryetari I kuvendit, ta zëm për çështjen e përcaktimit rendit të ditës e të tjera, ku edhe nëse nuk ka dakordim në kryesi, kryetari I kuvendit mund ta thrasë seancën pa pasur nevojë ta pyes fare kryesin. Në bazë të gjykimit, unë besoj që tashmë situata praktikisht është e atill që lista serbe do të ketë të drejtë që t'i propozojë edhe një herë kandidatët, ndonse këtu duhet të them që gjykata nuk ka qenë mjaftueshëm e qartë se a janë konsumuar mandatet apo përpjekjet e 8 deputetëve apo jo, por meqenëse se nuk e kanë ndaluar shprehimisht, unë besoj që do të tentohet sërish me të gjithë 8 deputetët dhe të 9-in respektivisht e listës serbe. Dhe në rast asnjë prej tyre nuk I merr 61 vota, unë pres që lista serbe të refuzoj që ta propozoj Nena Drashiqin si kandidat për nënkryetar të kuvendit, dhe që pastaj në këtë situatë do të hyjë në funksion sërish mekanizmi debllokues I shortit, që do të administrohet nga kryetari I kuvendit dhe që I bie teknikisht vetëm Nena Drashiq do të ketë mundësinë që të propozohet, sepse të tjerët potencialisht do të mund të jenë konsumuar si kandidatura, dhe pastaj ajo do të jetë unë besoj pika kryesore dhe pjesa më e rëndësishme e gjithë konstituimit të kuvendit. Në rast se deputetët shqiptar nuk do ta votojnë kandidaturën e zotit Rashiq, nëse arrim në atë pikë gjithmonë, kjo nuk kupton se faji për mos konstituim do të bie tek partitë shqiptare dhe rrjedhimisht kuvendi do të konsiderohet se ka dështuar të konstituohet, dhe që si pasojë të vetme logjike në këtë situatë do t'i kishim zgjedhjet e parakohshme parlamentare, derisa nëse votohet zoti Rashiq me shumicë votash, apo nuk ka fare propozim, apo për çfarëdo arsye lista serbe bllokon, faji do të binte mbita dhe do të mund të procedohej pa u zgjedhur fare nënkryetari I nga rrodhat e komunitetit serb. Unë besoj që gjykata ka përcaktuar një standard jashtëzakonisht pozitiv, pra që ka rëndësi në radhë par faji kujt dështon konstituimi I kuvendit, e ajo pastaj është përcaktuese si faktore, si element, se a konsiderohet kuvendi I konstituar edhe pa një nënkryetar, respektivisht pa dy sosh, sepse gjykata ka përcaktuar që mjafton të ketë quorum në kryesi, që I bie në mesin e 5 anëtarëve të kryesisë, mjafton të jenë zgjedhur 3 prej tyre në mënyrë që kuvendi të konsiderohet I konstituar, që I bie edhe jo vetëm një nënkryetar nga rrodhat e listës serbe, por edhe nëse një nënkryetar tjetër do të bllokohej që të votojë si I tillë, kuvendi do të mund të funksiononte edhe pa të, për sa kohë që faji për moszgjedhjen e tij bie mbi
partinë apo subjektin që ka të drejtën e propozimit. Vlerësimi jonë është që këtu është pjesa ku gjykata ka kundërthënie me gjitha gjykimet paraprake, pra derisa në rastet e kaluara gjykata e ka vendosur praktikën parlamentare në nivel kushtetues, pra ta zëm edhe për çështjen e votimit të hapur edhe për njësër çështje tjera, e ka marrë për bazë praktikën. Në këtë situatë konstaton që nuk është e thënë me dojmos që votimi të jetë në pako, pra mund të jetë edhe i ndarë, por që unë besoj që në mënyrë që të evitohen blokada të tilla, më e rrugës do të ishte që të ketë votim në pako, por që në rastin e tanishëm, me qenë se është legjitimuar zgjedhja e Emilia Rexhepit si nënkryetare e kuvendit nga radhët e komuniteteve jo shumicë jo serbe, është e qartë që nuk do të ketë votim në pako, por do të votohet vetëm nënkryetari nga radhët e komunitetit serb. Me publikimin e gjykimit edhe në gazetën zyrtare që besoj duhet të ndodhë sot, nëse vetë se nuk ka ndodhur deri më tani, kryetari i kuvendit ka obligim që sa më parë ta thrasë seancën e parë, sepse afati 12 ditor tashmë vetë se është duke rrjedhur, që i bie kanë mbetur vetëm edhe 11 ditë për ta konstituar kuvendin. Kësaj unë pres që një seancë me gjastë të thirrët nesër më së largu, nëse jo edhe sot gjatë ditës, në mënyrë që të ketë përpjekje nga ana e deputetëve për te i kalim të situatës, apo mbase në rrethanën tjetër vetëm rikonfirmim edhe një herë që e tërë situata nuk është për shkak të problemeve kushtetuese, por për shkak të mungesës së vullnetit politik.